Pas 2 ndeshje pa fitore, Vllaznia do të luajë sfidën e radhës kampionat ndaj Dinamos, një tjetër sfidë delikate. Në prag të kësaj ndeshje, trajneri Di Martini shpërtheu ndaj kolegëve të tij dhe tha se Dinamo dhe Ignatia në trembur, sepse e din se ne jemi këtu dhe jemi të mirë se ata, por Martini e pranoi se ndaj Dinamos është një sfidë e vështirë. Unë shpresoj që të jetë auguri mirë, normalisht kam qef më ndaj larg, por ka momente që duhet jem, sepse janë disa situata që nuk më pëlqejnë për i kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë i s'do të arbitrosh mua, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që bëjnë arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për Kuzho, në ndeshjen e parë të kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin, shajnë, mundin me bëj gjithçka, nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat të kuqe, edhe me fjalë që thonë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Po e kam fjalën edhe në ndeshjen e fundit me Ignatin, edhe nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet të kenë autoriteti çik më tepër, sepse të shohësh nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti i Aleksit që shohat e pafundme dhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes nuk më pëlqejnë, duhet të kenë më autoritet, sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar. Po normal që është një sfidë shumë e vështirë. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Ignatia, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas ndeshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp janë shumë tremën, sepse e din që ne jemi këtu edhe jemi më të mirë se ata. Pres një ndeshje shumë të egër, pres një ndeshje që të harrojnë ato që mendojnë që në Shkodër vihet, sepse luhet futboll i hapt, të duart roket publiku, të harrojnë nesër që mund gjejnë një atmosferë tillë, sepse kjo është një fushë që kam 11 gladiatorë në fushë që jena gati me prit gjithkën. Sfida Vllaznia Dinamo për javën e 11 të kampionatit do të luhet këtë shtunë në orën 17 në Stadiumin Lor Boriçi.